Zbulohen shumica e banorëve të ferma VIP, ja për kë bëhet fjalë. Në rrjet kanë filluar të qarkullojnë emrat e parë që pritet t'i bashkohen sezonit të dytë të spektaklit televiziv Ferma. Pas suksesit të edicionit të parë, ky reality show rikthehet më i fortë se kurrë, duke sjellë sërish jetën në fermë, larg jetës së zakonshme urbane ku personazhet e njohura VIP përballen me sfidat e natyrës dhe me njëri tjetrin. Burime ekskluzive kanë zbuluar se disa nga emrat e parë që do jenë pjesë e këtij edicioni bën fjalë për figura të dashura për publikun shqiptar. Disa nga emrat që janë pothuajse të sigurt bëhet fjalë për këngëtarit me përvojë Federik Ndoci, reperin energjik Big Basta, aktore dhe këngëtarja Rand Sojli, këngëtarja e njohur Rovena Dilo, humoristi i pëlqyer Olsi Bylyku, këngëtarja Elinara Shehu dhe Alba Pollozhani. Përzgjedhja e tyre të premton një sezon të mbushur me situata interesante, sfida e momente argëtuese, teksa më parë është zbuluar se në drejtimin e këtij viti do të jetë Luana Vjollca. Madje u bë edhe një rrjet transferimesh në kanalet më të mëdha televizive shqiptare, teksa kujtojmë se Luana ishte shumë pranë kthimit në televizionin Klan, teksa më në fund vendosi që të drejtojë fermën VIP. U bë fjalë gjithashtu edhe për emra të tjerë, teksa u tha se Marina Vjollca do ishte përkrah Luanës në këtë emision, mirë po kjo duket se është përjashtuar. Emra të tjerë janë përfolur, ku më i famshmi ai Luiz Ellit, i cili pritet të jetë opinionisti, e Xheneta Fetau, të cilës duket si është dorëzuar një kërkesë për të bërë pjesë e këtij sezoni, edhe pse ajo tashmë është në kontratë pune me Top Channel-in. Publiku është më i jetur se kurrë për rikthimin e fermës VIP, teksa edicionin e parë fitoi Dionis Biba.